hodhin erë çfarëdo lloj standardi për sa i përket edhe magjistratëve të tjerë që janë shkarkuar nga sistemi. Të kemi parasysh që të paktën një dyzinë mbi 20 apo 30 gjyqtarë dhe prokuror i kanë çështjet e tyre në Strasburg dhe presin nga dita në ditë që Strasburgu të shprehet. Secili prej tyre ka pasur shkelje shumë herë më të papërfillshme se kjo. Të kemi parasysh janë shkarkuar gjyqtarë dhe prokuror pse babai i tyre i kishte mbajtur rrogën dhe ja kishte dhënë rrogën pa faturë. I kishte dhënë 5.000 euro pa faturë. Për këtë janë shkarkuar, jo 1-2, po shumë, me 10. Ndërkohë Irena Gjoka ka 2 dëbime, ka 1 dënim, ka falsifikime e formularit vettingu, ka falsifikime e formularit dekriminalizimi dhe nuk i hyn gjë në këmbë. Duket qartë që Irena Gjoka është keq përdorur nga Edi Rama dhe këto drejtësia me regji dhe prandaj e mbajnë mirëpo hodhin erë çfarëdo lloj standardi dhe nxorri lakuriq këtë reformë që nuk ka lidhje as me drejtësinë, as me standardet, po thjesht me shërbimin, me kthimin në lolët pushtetit. Tani, përpara se të ndalemi dhe themi dhe të bëjmë një ballafaqim të fakteve dhe çfarë tregon në vetvete ky vendim, mund të kisha një pyetje lidhur me logjikën mbi bazën e së cilës kalon kjo çështje tek ILD-ja. Ka një logjik juridike apo çfarëdo? Shiko, para se të dalë të logjika juridike, të lutem Armela, se edhe ju dhe shumë gazetarë kanë humbur një moment. Kjo nuk është hera parë që KLG-ja kapet në shpërdorim detyre, kapet në përvjedhje, në të gjitha këto. Të kemi parasysh, ka një element që nuk e kanë kapur asnjë nga ato. Para 2 vitesh e 3 muajsh, para 2 vite e 2 muaj, kur avokatët e zotit Berisha, Sokol Mëngjezi, i kërkoi KLG-s vendimin e KLD-s të 96 të shkarkimit të Irena Gjokës. KLG-ja ja vurin dispozicion avokatët Berishës. Por ama, 3 javë më pas e kërkuan deputetët e PD-s dhe deputetët e PD-s, po ky institucion dhe po ky sekretari i përgjithshëm i këtij institucioni i kthyen përgjigje që nuk kemi këtë, nuk kemi në arkivën ton arkivat e KLD-s të shkarkimit e Irena Gjokës. Pra, i njëjti institucion mbajti 2 fytyrë, pati 2 fytyrësi edhe në komunikimin publik. Pra, tregon që të gjithë to, me sa duket, i kanë tërhequr veshin, Edi Rama i ka tërhequr veshin KLG-s dhe këto u bën lolët pushtetit ju nënshtruan. Duhet të them edhe diçka tjetër, Armela, që ndoshta nuk e ka të qartë publiku. I gjithë sistemi i drejtësisë, i gjithë drejtësia me regji është hedhur në kosh të plerave sot. Pse? Të them një gjë. E para. Berisha tregoi që në 5 maj 2025 vendimin e gjykatës Athinës me vulë apostile. Kemi parasysh që konventa për vulat apostile është konvent që është palë dhe Greqia dhe Shqipëria. Dhe në rast se kanë vulë apostile është forma më e lartë e certifikimit. Po, ndjes, zoti Maltezi, për publikun që na sheh, ja ku e shohim të renditur, këtë e keni publikuar ju sot.